Shëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, një ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për ta komentuar përfundimisht të Krist Lamaj. Do me thënë edhe sonte në Prime u vërtetua që Kristi është larguar me vetë dëshirë nga shtëpia e Big Brotherit, do me thënë atë që ne përfolnim që Kristi së fundmi ka qenë në verandë duke qëndruar, do me thënë të gjithë kanë qenë në gjumë dhe nuk e kanë parë që Kristi përsëri ka vendosur që të kaloj murin e shtëpisë për të tretën herë brenda asaj shtëpie, dhe sot ishte jashtë. Qëllimi dhe arsyeja e largimit të Kristit ishte mos përballimi i lojës. Do me thënë Kristi kishte arritur deri në atë pikë që nuk mundeshte më dot ta përballon lojën në shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse mendoj që Ledioni ja tha i çik si me thumb momentin kur ti edhe tani që je në këtë studio ndjehesh shumë i penduar. Por mua nuk mu duk me thënë drejtën Kristi i penduar. Kristi mu duk shumë i lumtur, mu duk shumë pozitiv. Do me thënë ajo shtëpi e jashtëzakonshme, si Kristi e quajti me momente të jashtëzakonshme të bën të vendosish që mos të vazhdosh më rrugtimin, sepse aq e ka ndjer. Kristi realisht pothuajse 2 javë të fundit që nga momenti kur u hedh për herë të dytë nga muri nuk ka luajtur, ndoshta nuk e ka gjetur veten ose nuk i kanë pëlqyer debatet, sepse nuk kanë qenë në nivelin e Kristit, do me thënë nuk kanë qenë të tipit të Kristit. Kristi tashmë është jashtë shtëpisë, ai do vazhdoj normalitetin, do me thënë nuk ka ndodhur asnjë gjë, thyerje rregullash, e cila është komunikuar nga vllau i madh dhe u quajt me përjashtim, do me thënë është hedhja nga muri. Hedhja nga muri është një nga thyerjet e rregullave në shtëpinë e Big Brotherit. Kristi me patjetër që do të vi me këngë, do të vi me adrenalin. Ai ka shkruar edhe në Instagramin e tij duke u falendëruar të gjithë shqiptarëve për dashurinë e madhe që treguan për të. Ne do ndjekim çdo hap të Kristit. Unë ju uroj shumë suksese dhe me patjetër që do t'i mungon asaj shtëpie.